الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد të respektuar vëllezër dhe motra të pranishëm në këtë pjesë të natës në këtë të fundit të këtij muaji të Ramazanit, që të ditë kemi ardhur duke shpresu mëshirën e Allahut dhe xhelaluhu, faljen e tij, adhurimin e tij, madhrimin e tij, që të jemi në mesin e atyne që Allahu xhelaluhu kërkon edhe të ka dikush që kërkon faljen time dhe ta falë mëshirën time dhe ta mëshiroj e tjera. Të nderuar, në jetën tonë të përditshme edhe kur thirremi për të mirë, për punë të hajrit, për udhëzim, e kemi gjithmonë hezitimin se a duhet ta pranojmë apo duhet ta refuzojmë një lidhje të tillë. Arsyeja pse ne hezitojmë është se gjithmonë në vetvete nuk jemi shumë të sigurt se a duhet t'i besojmë thirrësit apo duhet ta refuzojmë. Në parim, ne më shumë duhet të refuzojmë e shumë pak duhet të pranojmë. Pra nuk është se jemi në atë dilemë pa vend, por derisa ti në shahadetin tënd ke thënë la ilaha fillimisht, nuk ka asnjë zot. Masi ke thonë nuk ka asnjë zot, pretendimet për pas të adhuruar janë të shumë. E ato pretendime i kanë edhe thirrësit e vetë, e ato thirrje i kanë propaganduesit e vetë, i kanë kanalet e veta, i kanë mënyrat e veta se si mundohen të dëvërtojnë, por natyrshëm që mendja e tjellët e njerit i refuzon ato. I refuzon ato thirrje, i refuzon ato propaganda, i përgjigjet vetëm një thirrjes të vërtetë dhe reale, thirrjes së Allahut xhelaluhu, thirrjes së thirrësit an aminu bi rabbikum fa amanna. Që Allahu xhelaluhu kur ka dërguar, ne kemi dëgjuar atë thirrës duke thonë besoni në Zotin dhe ne e kemi besuar. Andaj inna Allah, shahadeti jetë kur kompletohet pra që të gjithë tjerë i refuzoj dhe një pranoj, nuk është e lehtë me ditë në moment caktuar se kopa refuzoj dhe kopa pranoj. Andaj, sikur ne na hyjnë në ofertat tona që i kemi para vetes, të kemi një lloj dëshmie, ai që po na thret është i vërteti apo është ai i pavërteti, i pasakti, ai që thirr në humbje dhe në dalalet. Nuk e kemi të lehtë ne vetë me mendjen tonë, gjithmonë dhe me dijen tonë, ta bëjmë dallimin se a meriton të përkrahet mendimi i njërit e të refuzohet mendimi i tjetrit apo jo. Për këtë na lypet me pas një dëshmi, një vërtetim prej ma lartë që me ditë se kujt po jetojmë po dhe ku jo. Për këtë arsye të dërguarit Allahut Azza wa Jalla janë mbështet gjithnjë me mrekulli, janë mbështet me ndryshime të caktuara që
është dashur të dalin nga binari i të rëndëmtes në diçka të jashtëzakonshme, që të shihet dhe të vërtetohet thirrja e tyre, që është thirrje hynore. Andaj, duke pas parasysh këtë, pejgamberët Allahut janë mbështetur pra prej anës së Allahut me ato rregullli në mënyrë që populli ta ketë të qartë se ajo thirrje nuk është thirrje kot, por thirrje e një njeri të vërtetë të sinqert. Një prej faktorëve të ndëruar vëllezër që neve na bën me dyshu kur na vjen thirrja e drejtë dhe vërtetë është turma e njerëzve. Turma e njerëzve na bën me qenë hezitues. A ti thonë po kësaj oferte, sigur kthehemi edhe kthyrmi anash në djatën të majta po shka po thonë ka tjetësu në vetë, nuk kam kapacitet me pranu ose me refuzu. S'kam mundësi unë me verifiku a është e vërtet kjo thirrja apo jo. E kjo turma e njerëzve, ky kallaballëki që na ndikomi shumë prej ti dhe shpesh të ditë më konë vendimtar, ditë me na lënë neve pa të mirën e caktuar vetëm për faktin që shumica nuk i ka pranuar të mirë. Imagjinone të ndëruar të praneshëm një njeri që për zhvillimin e islamit ka shumë merita. Ndërkaq se Allahu xhelle xhelaluhu ka shku pa merita. Edhe njerë, për zhvillimin e islamit ka shumë merita të veçanta ai. Ndërkaq se Allahu ka shku pa merita. Ai njeri është migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talib. Allahu lat në qiell e nga njerëzit në tokë ishte mbështetja kryesore e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ja çu një delegacion paria me kase, e i thanë, apo i thu nipit tënë në tanol këtë thirrje se po e prish rendin e mahershëm të besimit, që kanë pas etrit tonë, gjyshtit tonë, e pyetën që duhet mi i thonë nipit ato fjalë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e mur atë porosi dhe e kuptoi që migja është pak në hall. Lidhur me një gjatë të tillë, u detyru t'i tregoj migjes që nuk është çështje kompromisi. Fakti që kushëritë e tona, fisi jonë, banorët e Mekës nuk janë në gjendje me kuptu thirrjen time, nuk do të thonë që unë duhet më jenë nështru, nuk duhet me ra prej e turpës. Dhe ja tha në një mënyrë ose tjetër që o migja jam nuk ka shansë në më pyj prej kësaj rrugë. Na e spjegojmë shumë, për shkak se është shumë i njohur shumë edhe pse në fushën e hadithit në del si hadith jo shumë i saktë, që i ka thonë, ose thuhet i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam midis, me ditë që prej pushtetit sa ata i kanë ofru, kanë thonë jemi në gjendje nga dhënë pozitën nëse e do më konditarion, nëse do më martu me dikën caktuar ne ja bojmë të mos me më martu. Nëse dënë pasuri, jam ledhë një pasurin dhe vot njeri më i pasur me. A e ka shku deri në atë masë, ka thonë në atë që tash hadithi është pak i dopë, po me gjithat na konvenën me përmenit e rast, ka thonë edhe me di që prej pushtetit djillin ma japin në dorën e djatë, e hanën në dorën e majtë, unë nuk jam për pozita dhe pasuri, andaj nuk muj me lonë këtë rrugë. E ky Ebu Talibi ka pas seriozitetin e nipit vetë dhe sinceritetin e këtë thirrje ka thonë kështu. Masodit pra ta dish që nuk ka kush të ngacmon dhe pa vdek une ti nuk mundesh më u prek
nga dora e keqe gjakatare dikuj tjetër për këtë pjetë. Që ky Ebu Talibi llogaritë në historinë islame vdekja e tij dhe vdekja e atiqës e bojnë komplet atë vit më quajtë si vit i dëshpërimit dhe i mërzisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pret i dërgumi sallallahu alaihi wasallam asat apo nesër e pranon islamin nuk ka shans. Edhe kur sfundjen e vdekjes, tash është momenti që pak me një presion pak më ndryshe. I tha, o migja jam, hajde thuaj tha shahadetin tash, e që për mu tjetë alibi, arsye, që unë të ndërmjetësoj për ty në ditën e gjykimit këtë ndim ka shtë që ma ke bo. Unë e besoj që të gjithë edhe një përgjigjen. Cili ishte rezultate, cili ishte epilogu? Epilogu ishte se ja e njeri mu binë se nipin e ka në të vërtetja kusht tjetër. Për shkak se prej moshës 8 vjeçare gjysh, kur i ka vdek baba Ebu Talibit, po flasë për bab gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u kujdes për të deri në atë moshë që ka qenë paravërsisht mosha 50 vjeçare Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që i vjen edhe 10 vite profeci, edhe 10 vite pejgamberlëk. Edhe 32 për para për vjen paravërsisht, ose 31 gjys, e ka njoft mirë këtë personalitet. Po shka ndodhi, shka ndikoj që ajo nuk e pranoj islamin? Na di, përgjigja përfundimtare është ajo që ka uzën Allah, s'ka kush që hum, ka hum Allah, s'ka kush që uzën. Po faktorin dikus, kush ishte në atë moment? Kushërit, turma. Turma, u ky qyrin djatën të majtë, ata e ka njohë si burë, thanë, ha, ata më kërit ashtë në fundat. Turma ndikon shumë o thallë. Në Macedoni e keni pak ma pak, besoj të ju ka fillu, po ashtu, të në Kosovë prej gjana më që dishtën që më vjen, e që bim prej e kësaj, kur shkojmë, ose kur të ndodhë në një e afërm, që në gjithë shamin në shumë javu për hajë. Gëzemi ma, e ka vëmë shamin. Bojnë edhe në një gazven, në një evenimen. Me marrë me përfy, për një 40 vjetë të mas, kjo është hajgara shumë ka bujnë. Ma hajgara, se më thonë e kam mund qikë shamin, e më thonë tja uroj, nuk ka. E po pëse për bujnë këtë hajgare? E këtë hajgare bujnë hajgare të kohës. Uroj dhe kam dëshirë që fëmijët tanë, të drejtit, të keshin me neve ma 10 vjetë dhe 15 vjetë dhe 20 vjetë dhe më thonë që di i baba që shki pas shku atër në përvojim, një u dikuj që e kam në shamin. Kjo është sikur një burit 20 vjetë me thonë për hajë që e kënë isme e të unë e marrë që po përshë. Marrë. Marrë pashat madhin zëtë marrë është për shkak të fëmijëve 7-8 vjeçarë që a gjërojnë pasu të. Unë e ty me 30 vjetë në vend se ti për kundrazit dush me mlu këtë marrë. Ti po ka bërë me kalzu me thonë 5 vjetit po miqë me a gjëru. Ku? U për të të në kumanova është marrë, se në lorë pita bëj për hajë së problemë. E thane me shku ka Greqia në atome, me dalë ka Roma, thane krejt për hajri ki. Shka të bëjsh, krejta për hajri ki, me sëlletije me krejta për hajri. Sepse është normale për atë pjesë, për atë zonë. A më me thonë për hajri sëtë një qikës që e ke vru shamin, na e bojmë të ndërruar lezër se turma është e madhe. Turmi që ajo është e mundshme, hipotetikisht, me shamin e sa që e ka vendosë, dhe bulizimi që mundet mu ju vohë në shoshni, është e tillë sa që ajo ka marrë një hap të madh. Sigur ka thonë sërë me problem edhe nëse më përjashtojnë për shkollës ndashtë. Edhe nëse unë e nesër shkollora dhe nuk kunsona kërkun ndashtë. Edhe nesër më qyrë dikush shtrendë ndashtë. Edhe nëse dikush s'ka më ullë në sofër me mu ndashtë, pra ajo i ka botë të sakrificat të më dharë në një mes, në një shoshni, në një rreth, që na duhet me thonë tash ani dhe përhajt kohë dhe kjo është sakrifice madhe dhe duhet me bo dhe natë madhe. Fakti kush përra bën neve këtë qështje të madhe, turma, se dhe më thonë, cullaki është ma me të madhe. E keqja është ma me të madhe dhe na bën këtë neve me u konë kështu. Të ndëruar vlezër. Edhe për namazin kemi kështu. Edhe për feje kemi kështu.
Shpesh herë di me thonë po veç na, a na ma të meshkita, a veç na mu dalua, a veç na mu qunatën me shku mu fala, e tjera. Dhe kjo neve, kjo qenë pakic, ka njëherë na e bën vetën muni inferior, me thonë, kom më rune mira se kom mirë. Krejt bota ndryshe, veshën e ndryshe. Zatën edhe kështu me shku matematikisht. Mbi 8 miliard njerëz i numëron bota. Dikun, një 2 miliard për tyne jenë musliman. Për deri, sa për 2 miliard. Në kuadrë të 8 miliardve jenë një qerek. E ta është që qerekin tonë, për diri që ka pa. Apo? Do thonë 2 miliard e gjyru, sa janë? Ishtë njëzë, në shprej, të e dini, letë. Po me një ka namazit, da, ma keq. Dejtë që boja dhe shka më nëmë është. Me boja ki me një ka zekati, për 2 miliardve, shumë keq ka dhe mua. Do më thonë, me qëtë 2 miliard që nësë kemi vetë, as 1 miliard, as gjusë miliardit, do më thonë në kuadrë të turë më smalë, për një me na jemi të qëtëshëm, jemi të habeshëm. Edhe në herë din me në rokë ndjenja turpit, para turmës, para kalavodokit, Allahu Gjelle Gjelaluhu në e thët një realitet të madhë që unë përdu me përmen këtë ajet. Zatën pak e razgatas dhe ju ma këtyt pak me zhurmën e burme. Ajet është i sejtës. Do të mbojnë i sejtë nëse e keni mundësi në kurda. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. A nuk e ke pa që Allahut i bi në setë dhe qejtë dhe toka, bile jo qejtë dhe toka, shka ka në qejtë, me këtë banorët e dhe qejtë. Jo njëri qilë, po i dyti, i treti, 7 kate. Edhe toka dhe shka ka në tokë i bojnë sejtë Allahut. Dhe jo vetëm. Edhe djelin, edhe hana. Dhe jo vetëm. Edhe kodët, edhe trujt, edhe kamsh. Të ndëruar vëzër, me marrë me i numru që të dalin shumë kalavorë. Sa druni, sa deti, i bjenë në sejtë dhe Allahu Gjelle Gjelalu walakin lakum la tafqahun tasbihahum. Si në gjendje ju me i kuptu se si ata madhrojnë Allahun, a përdryshe as një gjepë nuk livri, ndryshe pos duke adhuru Allahun, gjetër. Kretë të tjera që shumë të ndëgjeshme me Allahun. Sa gjallesa në tete e në oqeane, Allahu thëtë wa kathiru minan nas. Edhe shumë për njerëzve i binë sejtë dhe Allah, ndonë se u o këthirun haqqa alihim dhanë, ose në adha. Shumë për tyne ju të kanë dënimi. Me marrë me këshyrë, unë nuk e di, në natë, kur ta keni pak më të lirë vojën, bë një pytje, kë mund me di, para përseshtë. Sa me lajke ka? Sa me lajke ka? Dhe nubët i hatashëm. Me boha kiti me qëtë gjusë milionin, me 500 milionë, që i nështrohën Allah, nga këta që e li. Me gjithat numër të madhë të melashët, me gjithat numër të madhë të peshqeve, me gjithat numër të madhë të drujve, me gjithat numër të madhë të qejve, të tokës dhe të banorëve të tjere, a dhe që ka shumica absolute e jena. Të je me krejt ata shka ecit marrë dhe mirë. Të je me krejt ata që me boha kia dhe mos me adhuru Allah, bënë me në djeli mos me adhuru Allah. Bënë me në djeli dhe hana mu për namë dhe në veti. Bënë me në djeli hana dhe planetet e tjera mos me pas precizitetin dhe me shku ndryshe nga e që Allah i ka kriju, bohët si dhe madhe dhe bohët ndeshje e madhe. Dhe gjithë shka shkën mirë, vetëm se ata krejt adhurojnë Allah, edhe ti je me ata. Zatën, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur në lejndroj natën e kadrit e urej që të zonë me ibadet, qka në thamë? Të nëzëllul me laiketu, warruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Ata zbresin në to, si ju në ibadet,
që dukeni pakicë, nuk jeni pakicë. Zbresin me lajke shumë e në mesin e ty në Gjibrili. Të ndëruar vëllezër, këtu s'ka mo krahasim, s'di mo çfarë krahasimi. Amo, imagjinoj dikush prej neve me pas një njeri në pushtet, me pas njëf shumë kryeministrit, me pas njëf shumë presidentit, me pas njëf shumë të vedhën dikon manarte më të madhë në shtetit më të qeshëm, bën e men Gjibrili më unë me ty dhe aj me ranë sejtë, si ti dhe aj me madhru Allahun bashkë me ty. A për deti me ka njërë. Nëse ty shtynë turma, se nuk i sheh me sy, turma e madhe është me ata që besojnë dhe e adhurojnë Allahun të vezranu. Allahu na bof nasib me këtë turm të madhe, që në mesin e njerëzve duket e vogël, Allahu na bof me ata më konë e jo me ata që e meritojnë dhe dinin Allahut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.